u karakterizuan nga blerja publike më masive në tërë historinë e zgjedhjeve në Shqipëri. Zarfi me 100 euro, i dërguar në mes fushatës elektorale, dhe amnistia prej 200 milion euro gjoba dhe kamata nga viti 2015 dhe në vitin 2025 është blerja publike më fuqishme që ka ndodhur në historinë e vendit. Dhjetra mijëra hektar kanabis që u dhanë licencat për të mbjellë. Çdo bim kanabis me prodhim fitimi 1.000 euro ka qenë është përllogaritur për blerje votash në mënyrën më të pamëshirë. Punësimi, punë për votë, u aplikua masivisht në këto zgjedhje. Sistemi patronazhistëve, kriminali i patronazhistëve, i futur në strofulla, ose rreth qendrës votimit, ishte një polici terroriste ndaj zgjedhësve shqiptarë. 2 drejtuesit më të lartë të shërbimit informativ kombëtar, zëvendës të drejtores, u morën javë të para me të gjithë regjistrat e rrjetit agjenturor të sigurimit të shtetit dhe aktivizuan atë për karrigën e Edi Ramës duke shkel ligj dhe çdo gjë. Ne po evidentojmë me shumë përgjegjësi krimin elektoral. Ky krim është po kaq monstruoz në diasporë. Ju e morët vesh, besoj, e morët vesh, se si në kutinë e Beratit për diasporën dilte Partia Socialiste 99.6%. Pra, kemi të bëjmë me Korenë e Veriut. Kjo është e vërteta. Në qoftë se nga Greqia ardhja me postë të zakonshëm çdo ditë para se Famziu, kriminali Balla, të shkonte me ordhit e patronazhistëve në Greqi, ishte 1.500, 1.000, 1.300 zarfa. Pas dërgimit të kriminalit Ballës në Greqi, çdo ditë kanë ardhur 6.000 zarfa, të gjitha të manipuluara. Ju besoj se po i ndiqni numërimit e votave të diasporës, se si ato janë të gjitha me shenjat më të sigurta të falsitetit dhe manipulimit.